Shenjat e vogla të Kiametit. Këto shenja janë para Kiametit dhe zgjasin shumë edhe për një kohë të gjatë. Këto janë të llojit të zakonshëm dhe disa prej tyre shfaqen me shenjat e mëdha. Shenjat e vogla janë shumë, por po përmendim disa prej tyre. Prej tyre është dërgimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, vula e profecisë dhe vdekja e tij. Çlirimi i Kutsit, hapja e fitneve, sprovave, trazirave. Ndjekja dhe pasimi i popujve të mëparshëm prej jo besimtarëve. Dalja e njerëzve që pretendojnë profecinë. Ngjitja e haditheve të rreme ndaj profetit alayhi salam dhe refuzimi i pasimit të rrugës së tij. Shtimi i gënjeshtrës. Ktu është në kuptimin e mashtruesve që do të pretendojnë se janë profet. Zoti na ruajt prej tyre. Ngritja e dijes, shfaqja e ignorancës, largimi i njerëzve të mirë. Popujt e tjerë shqyejnë umetin e profetit Muhammed alayhi salam dhe Islami do të jetë i panjohur për njerëzit dhe besimtarët. Shtimi i vrasjeve, shpresimi i vdekjes nga shtimi i belave dhe të qijave. Do të kihen zili banorët e varrezave dhe njeriu do të dëshironte të ishte në varr për shkak të ashpërsisë së vështirësive dhe të qijave. Shtimi i vdekjes së papritur dhe i vdekjeve nga sëmundjet dhe tërmetet. Paksimi i numrit të burrave dhe shtimi i grave. Shfaqja e grave lakuriq. Përhapja i moralitetit në rrugë. Shfaqja e atyre që ndihmojnë mizorët prej policëve, të cilët godasin njerëzit me kamzhi. Shfaqja e alkoolit, kamatës, përdorimi të mëndafshit prej burrave. Fundosja e tokës. Humbja e amanetit. Do të drejtojnë ata që nuk e meritojnë. Do të drejtojnë njerëzit më të ulët. Do të çohen më të ultit mbi më të mëdhenjt. Do të lindë robëresha zotërinë e saj. Do të konkurohet në ndërtimin e godinave dhe njerëzit do të mburren me zbukurimin e xhamive. Do të ndryshojnë kohët dhe do të adhurohet çdo gjë tjetër veç Allahut. Do të shfaqet shirku në popull. Do të jepet selam vetëm atyre që i njeh. Shtimi i tregtisë, afrimi i tregut. Do të kenë në dorë pasuri shumë njerëz, të cilët nuk e falenderojnë Allahun. Përhapja e kooperacisë dhe shtimi i dëshmive të rreme. Përhapja e shturjes dhe imoralitetit, asmërisë dhe urrëtia mes njerëzve. Ndërprerja e marrëdhënieve farefisnore dhe ardhja e komshiut të keq. Afrimi i kohës dhe bereqeti pakët në kohë. Ndodhja e fitneve dhe ngatërresave. Nënvlerësimi i suneteve, të cilat i kanë nxitur Islami. Të vjetrit në moshë do të përpiqen të ngjajnë të rinjve. Do të flasin njeriu të kafshët grabitqare dhe sendet e ngurta. Vërtetimi i ëndrrës së besimtarit. Çfarë do të ndodhë në qytetin e profetit sallallahu alaihi wasallam? Nuk do të ngel në të, vetëm se njerëzit e devotshëm e të mirë. Do të rikthehet gadishulli arabik në gjelbërim dhe lumenj gjatë gjithë vitit. Shtimi i romakëve, perëndimorëve dhe lufta e tyre me muslimanët. Lufta e muslimanëve kundër hebrejve, derisa t'i thot guri dhe pema muslimanit, ky është armiku. Do të çlirohet Roma dhe Konstantinopoja dhe të tjera shenja të vogla të Kiametit.